Dy pyetjet e fundit i kam në këtë intervistë. Pyetja radhës është, edhe pse nuk e ke merak për të folë, për temën realisht që ka lidh me jetën ose vdekjen, siç është lufta në Koshare, përvjetori i kësaj betejë tepër të lavdishme, që shembi realisht gjithë ushtrinë serbe, korpusin e tretë të Prishtinës atje, u shënua përvjetori dje në një ceremoni në prezencë të familjarëve të dëshmorëve, të veteranëve të luftës, të krerëve të institucioneve të shtetit. Ju keni ardhur nga Suedia në radhët e UÇK-s, keni marrë pjesë në betejën e Kosharës, ende mbani plagët e luftës atje. Si e kujton betejën e Kosharës? Sa herë sheh plagën e luftës, Frashër? Ç'është betejë e Kosharës për ju, si ushtari UÇK-s? Si e shohim betejën e Kosharës? Mendoj që është ndër betejat që marrë vetë. Yes. Nuk është lufta më e gjatë që ka qenë, ka pas luftë frontale. Për mua është emblematike sepse është thyrje kufijë shqiptar, që ndaja mes vëllezërve tonë. Pastaj bashkimi i gjitha ideve, si këta që kanë qenë pro LDK, bashkë luftë, me ballistat, me bile këta leprorekistat që kanë qenë terroristat e vjetë, pastaj kemi pas nga Shqipëria. Kemi pas nga perëndimi që na, kemi pas nëse të nga Ilërita që kanë qenë luftë. Ka qenë një lloj bashkimi tipik shqiptar. Thyrja kufirit shqiptar, mendoj që është ndër pjesë pas disa betejëve të njohura që në Kosovë, është një ndër ta që do të nëndonë një lloj si një lloj pike ku në dhe që ishte ka më dhënë një lloj poeti, një lloj që se keni njohur poeti, shkrimtari, piktori, njohur. I gjen këto onash, pa që madhi si lloj Çerkeztopulli. Kur e ndërlidh penën me pushkë, për mbrojtjen e bashkimit shqiptar, për luftën e bashkimit trojës shqiptare, dhe për mbrojtjen e drejtave të lirit. Kështu që unë shoh një ndër pikët luftat më shpresëdhënëse për mua, që shpresa që ka pas të Maçi, që Kosova, që edhe ndjera nëna dhe Maçi, ballën alfabete ka qenë një ratë, por që sa patriote ka qenë, kur thot dhe Maç, si non ka me dek, ka për nënën Shqipni, e si me dek kot, mos mi hub busullet, që tja mos hupja busullës, ta më jetu, si me qena, si shqiptar. Shumë dhe më thonë, se për Koshar ka qenë që kjo e peqeve në një bashkimin e ideve, lloj ideve politike, bashkimin e gjithë shqiptarëve, thyrja kufijë shqiptar që na ndani si Kosovë Shqipëri. Kështu ka qenë, vëllazë, jam ko pas fatin, më rasti që ku shumë në Nasim Radinën, pa fat të mirë, Nasim që më shku atje, dhe jam ku kanë qenë në Koshare. Është pjesa, në dy lufta kanë qenë, edhe Ilirit, dhe të herë Sinanit, kjo pjesë ka qenë një pjesë më të bukur atje të sipër. Do s'ka pas repetim të luftës, vdekje, rame, dëshmorë, shokëve, po është thyrja kufijë shqiptar. E që kjo, ata më që na jemi dikush, na jemi kosovarë, këta janë shqiptare, kjo ndaje që më bo. Që ta shëgërisë prapë i bo këto ndaje, ka qenë gjë më e bukur. Ka pas një lloj, më e madh aqën tam, ndjenjë ka dushim, ka të këtu, kush është më la, apo kufijë Shqipërisë dhe këto Shqipëria, më do ka qenë. Kjo është e nëna jure vërtet. Edhe gjesht prezencë pastaj, që ata që ku pas një onë, që ka pas aqë e një, që ka pas bave, qyshem që ka pas dëshirë me qenë atje, me shkela to. Në dhe realizimi ka qenë gjë më bukur.
një jetim, si thashëm. Krenaria më e madhe është kjo pjesë e jetës. Kush janë momentet që nuk i harron dot nga ajo betejë, nga nisja që ke bërë nga Suedia, nga kontaktet kryesore që ke pasur? Kush janë ato momente që nuk i shlyn dot, mbase she edhe ende ëndra për atë rrugtim, lirie në Kosovë? Kam disa pika në tafta. Kam Gjemal Fertaj, tjerë. Si kemi qenë, sofra ndjera. Ndje, fal. Duhet i me ishte shtatzan. Që fëmija vetë se ka taku babën kur. Ra dëshmon kushare. Ka qenë një shumë i madh, me limite ka qenë një vizionar i madh. Dhe biletini ka qenë më mikpiti që më taku në Gjemali. Më bëha i gare, për i kom bo, po një rinjë dhe, kam qenë shumë i rinjë, kam qenë dini qarë, kam di që kom folë, kom bo gavime djetësore që të ndonë shumë, kom bo e tali me ta. E më e mam një rast që ishën të familje që më shpetara, që kam pikë dëftë. Edhe është pika që është në vazë vetëm në dyqan. Për i falje. Po një shnosh, vaj, po shumë një shnosh. Po një 8 më gjatë, që të dhe kile kom pasë. Jeri pak po e karë, më thashe, ikë më për të viktime mirë, që që se desë një luft, pak më shku mas të jere, më shek mas të jere. Që që apovar, po i gabinë tamë jetësor që kam pengë. Po vim që apovar jem me tybet, më mrunë tybet, unë kam e pështu gjallë, që ki me dekë. Që kam pikë datë, se më duke thonë të fjallë, se më kam jetë. Po që thamë, shpika ime marë datë që kam. Që një tjetër. Në të bëjmë majtë shqipë, më në thonë të të bjeru në vojën, që ka folim, të bjeru në vojën që ka folim, se në metë mas të pikë, me të nështë edhe familjarëve. Pikë më të është një tjetër që kam një shoktim që rrati shmo në kasim për. Ato që më të realizu, të dy pikë i kam 8 konë ansë vaj, 8 konë ansë të. Kush janë momentet kryesore që nuk i hiq dot nga mendja, mbas është edhe ëndra për to, nga nisja që bëre prej Suedis në rrugtimin për liri, për atë dhe, në atë rrugtim për të bërë kontratë edhe me vdekjen, po që nevoja për lirinë e atë dheut e kështu me radhë. Është interesante, më parashkoni po i shku për Gjermanisë, për nisë, me Gjemale, me Qeqeni që është të dhe dëshmu. Për shku këtim. Të vitën parë, isha ardhë me këtë frumëzimin, që më kështit babaja me shaqin e me patriotisë për krejtë. Shkoj një të vitën e parë, ishte indjerë Rimo Medani Sarqeku, që bashkë të pyqet qeshtë, që ishte pyqet gjithmonë. Se unë isham shku me Nasimin, edhe natyrisht që shku me Nasimin, automatikisht më ka pranu mrena, më ndijet. Nuk ka falë meje, ta e dhe më konkret, ta është falë Nasimin, e se Maridines. Po, pak një dhe intervjiste, edhe unë e thamë, që e marrë me dekë për vendën, këto, po, ja, delim jashtë, se të gjenazë, në një që leftojnë, ato më këja fillë i këtë versionit tjetër e nëra, e o bëtë asha, pa të seriosisht këmë mua, kështu që qëllimi që në rrugtimi dhe atje është të që kemi pas e këta të ndjerë që janë dekë të dëshmort.
që me dekë, se tash zakonisht për thonë të Kosovës, nuk janë Kosovës, janë Shqipërisë, sepse ka qenë, ideja jo ka qenë bashkimit të shqiptare, lëvizje nga kjo. Qëtë janë frunzuar nga bashkimit i trojës shqiptare. Ti jemi fëmijët tonë, ti jemi marrë, fëmijët tonë të mendojnë më ndryshe, fëmijët tonë kanë drejt me shprej mendimin e vetë lirë. Fëmijët tonë me pas shkolla, që s'kemi pas në superherojt tonë, që kemi pas të, më të shkollë fillore të temë, s'kom pas drejt, për pa të nisë me dhu libra, së në gjeneratë 75, për të nisë, vëllave më ashtë më herë, 70 në s'kom shumë dhe gjatë në Kosovë. Atë kam pas libra tjera, pas e ndalesh në libra, të lezesh libra të vëllave që ishte shpo më herët. Pa, që nisë më hek herojt tonë, mësë mësu, që fëmijët tonë pas drejt në mësu këta. Në thëmë drejt kisha pas qef sa me vetë e mu të rikëthy dhe herë mrapa dhe qëto që më bëjë garë nuk më falje, ku që tjetër, edhe me pi dhe herë kafe me ta, edhe me do mi vetë, api duket ato që keni pas jo onër jo, edhe ka realizua jo. Dhe ishte gjë ma mirë që kësha mund. Mund të tregosh në një moment interesant, base me babushin, generalin Kudis Silame, me Nasim Haradinajn. Është interesant, se të më tregu këtë ngjarje, se po një unë zakonisht këmë thonë që të më shku me luftu. Edhe mu mush, koshaja që fësë shënin e tim, jo koshaja, po që fësë këthej ma për nga unë e Shqipërisë, babine, badesh këtu vende tjera. Ka qenë një lloj vendi ku ishim dhe të koshajës në tjetër, që që këtë kushtar, ishte si një lloj grope poshtë, nërës ishin shtëpijat, edhe ishte një lloj të porze, apo të nërës, me thonë të shërën. Edhe një si ushtar Nasimi, që më neve s'na kanë prek, se mi konë pak si të përgdhelë Nasimi, unë që është pak si vone, edhe unë zakonisht sa herë që u zbita dhe po jam mësu e shku rrështër, të të kesh mu, kanë që në mukën, jam mësu, ka qenë të më bojë ma i madhe që frashi, u që frashja, që ta shku dhjerë frashë rëzohet. Në atë rast ishë Kristjen dhe këtë Kudis Silame edhe vjen edhe të kusha më kë, pita të frashë, se ku pisu të ditë, që është më kënë një që në të dhe kjesh një mëllet të gjatë që ka kalit këtë, së është për luftë, edhe kuptoj këtë verzion e tine, edhe me shtabë. Unë i pa ta thonë që pëse dhicet luftën dhe më shkur luftë, nuk dhe më konë mranda në shtabë, dhe më nëjtë ku vitë kompiter, e më harë për luftë dhe më nëjtë tu. Edhe pa të bëja i guarë që dhe më bote, ta është bëjë dhe drasë. Po dhe lufta e më e madhë që ku dishka kuptohet që o dhes, ka ndodhishka. Edhe e ndjesë, ka vinë, po. Edhe generalit e nisi me më frumëzu, me thonë, bravo, frashë mu se brëngas, këta janë djemë tanë, që farë kaj, ja ka leftuar për ljeri, ka pas dëshmonë të rëmë thyrë, po kosharë o thyrë, ku firë që ta është të këshku luft. Edhe e si ke shprit ta, po da së të me bo, shë pi, me kuj murit, edhe t'ja nisim nga binjë murit, ku është që qemi trendë, se s'kishat mund asë roj pas, asë të hikë me bo, lojve vrasje, që me thonë që mi kërtu që bëjë vetë vrasje me së më qënë luft, edhe të tina si me thotë edhe me këtë shmendën, edhe me mërë këtë këtë budallën mërë i këtujt. Pra binja ime në lufta ishte për ne, nuk ishë më e gare. Unë për vetë, jam rritë me ta që ja luftja heqë. Vetë një që të lirit që vartë është që falës e luftës, falës sakrificës familjes në shajë, falës sakrificës familjes, falës sakrificës gjithë të tjetë, zajtë për lidhë tjeve tjeve. Mësë më kohë këta, natë nuk isha. Pra unë e kom pas këtë vetije, që më disa që duhet vetëm me luft, por që s'kam opcion tjetër. E kemi shterë gjitha opcione tjera, që të është opcione patësore këta tjertë. Pra, opcione patësore të thojtë s'kesh mu, po duhet vetëm me luft. E këta ku më ditu ne. Që lufta e ka pak humojt e veta, ato qërat e veta, pa Nasimi më takoj, ta qka i bërë babushit, e flina i babushit, se babushit këmë thirë. Se dhe është tjera, shme ku mujt, është suaj, s'mu i kemë më përteku, s'mu i kemë më nalë, edhe më përzoni, edhe ta më i të shmendur. Edhe për herë të parë, është një nashtë zhjera dhina jo, është për cekli këto hatës dhe ju, për herë të parë, po Nasim Haradinajn të kajtë. Që ta daj, në intervjistës s'kum kajtë kur, e nisë më nderë latë ato gomarë, kujdes për vetë vetën, në këtë mënyrë që nuk ka pas mënyrë të keqe, po kujdes o e në ruju. Edhe atë për shë edhe Nasimi të kajtë, që kemi pas edhe Omar,
edhe lot njëtën kohë, në një kohë shumë shkurt. Kjo ka pas lufta, kjo ka lufta. Kështu që po nasimi ka kajt. Edhe ta dini televizion, të ju thonë për s'ka kajt. Që thotë s'ka kajt, dini që për ka thënë vërtetën, ka kajt. Bashkë në atë kohë, por 26 vjetë në liri nuk po arrim të zgjedhim edhe një president, duket një situatë pak paradoksale, kjo e fundit. Interesante është që shohi ishte ajo që tashmë ishte vetëm një gjë që ne bashkëqendrove, si ide politike, si fetare, si pjesë të mbetura që ishin jashtë Shqipërisë, të kritës e malësisë, pas. Duket që tash është kjo pjesa që kemi nisë me harru. Ma gjithmonë, Sodje ka bërë një interesant. Është interesant e ka bërë një libër që i ka quajtur Tonë dhe Falës, që quhet Luta e Natës së Kristalit. Që ka ndodhur në luftën 2 botërore. Edhe quhet libri të mos harrojmë. Se po të harrojmë, historia na kthehet edhe herë. Përse që ta gjërat që të kthehen. Pra, unë kisha pas qef shteti Kosovës të për një lloj për një histori më të pastër, ndrejtë për këta ishin ushtarët, prezentuesat që ishin, që mos ndajnë. E shkruhet të shpërndahet, të mos harron që kjo lirit që kemi sot. Është falë sakrificave të tyre, falë gjakut të tyre, falë familjes së Shari, që mësisht familja e Shari, na sot do ishim zhdu komplet. Ta këtë bini kam sytë, në jemi shumë sigurt. Falë sakrificës këtëre, falë luftëve dëshmorëve tanë, dëshmorët, po të tonë që ishin që luftunë. Shtatë kjo lirit, këshartë natë. Shumë të më dëgjuar në televizion të thonë, NATO e ka pru këta. Unë nuk kam njëtin me tim, nuk e ndajt njëtin me tim se ta. Unë e më ndaj që falë që se fshish lëmtare dhe i klirë. Falë se në një histori në klirë. Dhe Ramboi ku ka qenë shumë në shkrimi. Falë kjo kërëneqës tonë, që i kom kërëneqë, dhe tash, që jemi 7 vjetë, të ndonë, të kemi vetë pike të kemi kërkuar referendum, në një lloj vetëndosje, me vendosë në vetë. Ka qu. Unë ishëm e thonë, po që në Rambojë në kam po këtë ma keqe, po kjo marrëveshje që bënë në vërtet ma të përqenë. Natyrisht që po, natyrisht, dashë të panisht nuk ka. Që që falë që saj grupi punus, falë ushtrishë lëndarët Kosovës, që të të dhej ndjeja i madhe kaderi. U që kjo kam qenë 3 shkojnë më të hartë të historisë kombëtare. Ka më ndërgjit me rastin e Skënderbeu. Pse? Sepse është vetë një herë që kemi luftu vetë, edhe kemi na, si të vogël, si miqilë, si populli hungër, kemi sjellën dhe kombëtarë më konkret. Farë tyre. Që më shkandakja dhe me kuptu popullit që ka lirin që kemi, kishtë po pa këta. Nuk ta kishtë po kushtë si dhe ratë, pejat, ordnat. Se ti meriton si populli i lirë, i vjetër, që meriton një. Pa luftu vetë, pa kërku vetë, kur kush nuk ta gjelbi. Po, dhe kjo duket paradoksale që ka pëndosë sot në politikë. Atëherë bashk e sot të ndarë, sepse jemi demokraci, por situata që po kalojmë duken pak të pamenduara mirë. Shumë më tepër se tash egoizmi. Kjo na ka Edhe në koshare, kur ke luftuar, keni bërë shaka me komandantë ndryshëm që kanë pas prejardhe ndryshme, bindje ndryshme politike, por keni qenë bashk në atë kauzë. Sot kauza shteti, konsolidimi shtetit dhe marrëdhënie ndërkombëtare, flashër. Më në që përpore, po je rrunje me i bashkë. Po je lirë ma neglijant, e merë si ma keqe, po të këshim ndërkombëtarët, edhe në Kosovë. Kur të është qeshtja kauzës ndërshtëtorë në komë bashkë, të nga këto kanë bishë komplet opozita. Për shumë koronavirus të i paskes. Ku duhet automatikisht më komë bashkë. Automatikisht
Dhe më dalë intervistë, unë së kësha prit kur që ndër një i ka ajdu të më thonë, nuk u konë aktorist. Kur që kësha prit? Kur një teme. Ore le i natët politike onësh, por le kapitët i natët personale. Ku qenë puna, këtë ratë nuk o një. Më thonë, Kosova mbi gjitha. Që kënë kufitun, të hongë mish. Kosova mbi gjitha. Kur e vënën këta, i këshim pasë reflektim ndryshe. Për fat keq, ose me ka kaplu pare, leku, ose korupcioni në ka josh. Se jemi pak t'josh për ka rike, ose ka rike emri, posti, si dushve emri ti. I që ka në ka josh, sepse s'ma kish marrë mendje që t'vim këtë gjendje, nuk ma kish marrë mendje. Që t'jemi kaq verb për shkak kapitave personale. Thash, ose korupcioni, ose leku, vllachko, ose egoizm, ose karrika, ose emërtimi që i pati lloj titulli që kush jam une. Shpresoj që të kthillemi, shpresoj që ta marrim seriozisht. A disa shpejt në rikërshitjet historia, a disa herë jemi kona për fjet flokët, prej kohës ku u shpa pavarësi, që po kemi pas për fjet flokët, kemi pas mu shdu kretë si popull, na kam shtu. Se kemi bërë në rezistencë që kanë orë në dërgëmëtar na kam shtu. Gjithmonë për fjet flokët, edhe mu i marrë pak që njëtin statë. Por e lej kapitët personale, ole zgjidhe problemet. Po qenë puna nacionale. Në ti, si me thonë, për gjështje politike, për shembull taksave gjëra tjera rregull, konstant bën opozitë, se e ka për detyrë. Kur vjen puna nacionale, ndaj Serbisë, ndaj Rusisë, ndaj Turqisë. Unë, si thashëm ndaj, këto do të konë gjithë njëtë gjuhë. Bollizmi, ofendimet, ti je serb, ti Carl Bildi, ka qenë ish kryeminist i Suedisë, pa thënë fjalë që më ka dhënë përshtypje. Shqiptarët thotë interesant. Sot je hero njerëzit ata. Shumë shpejt i ndojnë këto koncepte, ta. Do të mi ul të gjakat, por do të mi përdor këto firme. Sepse vetëm krisim narrativin e urrëtitjes. Urrëtit kush në mes vete, vëlla me vëlla, motë me motë. Madhësht.